Beslidhja ka nisur përgatitjet për sezonin e ri futbollistik që prej datës 8 korrik me objektivin e vetëm për të rikthyer në elitën e futbollit shqiptar. Në kampin Lezhjan besojnë se ky do të jetë sezoni i ngjitjes në aviznet superiore, ndërsa skuadra po punon intensivisht në drejtimin e trajnerit Elvis Flori dhe stafit të tij teknik. Gjatë kësaj merkatoje vere, drejtuesit kanë afruar disa futbollistë cilësor për të rritur konkurrencën në skuadër, ndërsa faza përgatitore po zhvillohet sipas programit të artuar nga stafi teknik. Synimi është që ekipi të jetë në formën optimale në nisje të kampionatit dhe të luftojë që nga java e parë për vendet e kreut. Ndërkohë Beslidhja ka programuar 4 ndeshje miqësore, të cilat do t'i shërbejnë trajnerit Flori për të testuar gjendjen fizike dhe taktike të ekipit, por edhe për të parë nga afër përshtatjen e futbollistëve të afruar gjatë kësaj vere. Testi i parë do të luhet më 26 korrik në stadiumin e Lezhës ndaj Utrandit të Ulqinit në orën 18. Me pas me një gusht lezhjane do të udhëtojnë drejt Durrësit për të përballur me Teutën në stadiumin Niko Dovana. Sfida e tretë është planifikuar për më 5 gusht në Lezhë ndaj Vorrës, ndërsa prova e fundit përpara nisjes së sezonit do të zhvillohet me 8 gusht në transfert ndaj Korabit. 4 miqësorët pritet të japin stafit teknik një panoramë më të qartë për gjendjen e skuadrës dhe për formacionin që do të përfaqësojë Beslidhjen në sezonin e ri, ku objektivi mallor mbetet rikthimi në superiore.